A ndodhë të Hoxha dhe Bushati të treju, do me të nga dy fjali, apo golemizohet edhe jugu me këto shenja? Nisja në jug është bërë pra në Rivierë, se ajo është pasuria më e çmuar që kemi ne e turizmit. Ka filluar nga Rrugët e Bardhë në Palas, nga resorti që është aty. Me qërë? Pra, ka nisur aty, se ajo ishte zona më e shtrenjtë, është shkuar në Drimadhes, nga Drimadhes është lëvizur në Jalë dhe normal që të vinin Himar. Andaj Matan është gati, plazhi më i madh në jug të vendit është në Borsh. Borsh është akoma pa investuar. Është i vizh. Por aty do të jetë projekti më i madh me sa kam parun deri tani. Të larta se është shumë sepse ka i vi bregdetare 5 kilometra. Përveç thellësisë. Dhe nuk ka asnjë investim. Qeparoj e kanë bërë një shëtitore, po Borshin e kanë lënë që ta blenë, e kanë blerë një. E ka farë ndodhë në Borsh. Në Borsh. Kam çdo vit aty, kështu që ata që kanë aksesin te Akshi, kanë parë hartat dhe din që atje ka shumë njolla tokë shtetërore e pandar. Kanë shku i kanë rrethuar tokat shtetërore, kanë vënë dhe një kapanon të vogël atje që satelitit tjetë të tregoj që është e zonë, që ka objekt. Dhe pastaj do t'i përvecojnë gjitha këto hapësira dhe si që ndodhi pylli këtu në Qeha lartë, do legalizojnë dhe ndërtimin dhe mbi të, duke konsideruar pronë të tyre, do fillojnë ndërtimet e tjera. Dhe Borshi do kthehet në një masakër mbas Palasës, Dërmiut edhe Vunoj. Si që është kthyer, po themi dhe Malizi, po ta vëshre, ndryshe nga 5-6 vjetë më parë, ose shembulli për të marrë. I gjithë bregdeti, në asnjë mënyrë, jo. Ta ka lënë vetëm shpinën e mbretit aty. Që ta mbyll të pjesën e Himarës, jo, ma ajo është pasuri që po u prish në të mënyrë, kjo ju. Unë e prisja të ndodhe kjo gjë, që në momentin që kryeministri e kërkoi me çdo kusht Bashkinë e Himarës dhe për të gjetur një personazh i cili ishte i pranueshëm edhe për te detit, pra Korfuz dhe tutje, ai çoi Vangel Tavo. Dhe në moment që aty shkoi Vangel Tavo, i cili e njeh është edhe biznesmen, ka kaluar biznesmeni, politikan, i ka lidhjet edhe këtej vende. Vendalia apo? Po, ai Vendalia, unë se di që është Vendalia, unë e di që është nga Dropulli, nuk e di që është ande, nga Frashta. Por e prisja që do të ndodhte kjo gjë. Dhe në këtë moment unë prisja kulla më të larta në fakt, sepse mi jesh me të prisjen e sepse kryeministri e ka thënë haptazin në një takim që tha ne tokë nuk kemi, ajër kemi sa të duash. Pra ti mund ta ngresh në kate sa të duash. Dhe të ndërtosh në atë zonë 4 kulla, ti praktikisht e ke parasysh unazën e Himarës. Që syhet më në Himare, kam blokuar. Ati nuk është astruall në fakt, është ullishte, kështu që e kthejnë ata, pse çfarë ishte Rrugët e Bardha. Rrugët e Bardha, çka kishte, një repart ushtarak atje dhe bunkerët e Enverit. Sot është propagandohet si pjesa kryesore e turizmit shqiptar. Kush i bën këto kullat? Kullat në Himar është kompania Eldino SHPK, ku pronare është një 23 vjeçare, Gabriela Dino, është ekonomiste, rezulton me pak 60.000 lekë për vit. Gabriela Dino rezulton që tjetë pronare. Gabriela. Shumë rregull e thash. Mos kërko tani, Ylli. Edhe ndoshta kam filluar të mos dëgjoj mirë unë. Ylli, mos kërko që në këtë moment kush është mbrapa kullave. Nga momenti që del leja. Gabriela që thot kjo tani, është 23 vjeç. Po dorot vje skavatori, më burr. Ajo është te dokumentat. Ç'a thamë ne deri tani? Pra vjen i pari, bën gati letra. Vjen i dyti nxjerr leja. Gabriela është deri tani. Nuk e dim. Dhe kjo kompani është edhe bashkë aksionere dhe në një projekt për të ndërtuar 7 kullat jo, 6 kulla, 17 katëshe tek diga liçenit të Tiranës bashkë me një kompani Building SHPK. Nuk është problemi kush ndërton kullat. Veç 6 që mblidhen kështu si Ylli, më fal. Që mblidhen në këtë mënyrë ka dhe ka dhe një linjë ndërtimi për kulla në Tiranë. Dhe 7 tjera aty. Po, është bashkëortake me një tjetër kompani. Që aty më mirë të prishin digën pasaj, se s'kalon më ujë. Poshtë. Ati është rrethuar gjithë diga, e ke pa që bëhet e diga. Ishte parkingu i bashkisë. Nuk është rrethuar bërë pallat. Nuk është problemi kush ndërton kullat. Problemi është kush i jep lejet, se ne s'kemi votuar për ata që ndërtojnë kullat. Ne kemi votuar për ata që duhet ta mbrojnë territorin, duhet të kontrollojnë dhe të zbatojnë ligjin. Ne këtë kemi problem. Ky që i jep se ti po ti lësh të ndërtues që kemi ne, ata ndërtojnë ku të kenë mundësi, mund mes liçenit. Puna është kush i miraton këtë lejë. Dhe ne e dim që lejat i jep
kryeministri sipër nuk i shpëton gjati. Shkruan një... Po është mbi 10 kate, i jep kryeministri, mos lodhemi kot. Bodinaku më shkruan, do me thënë, ylli të sudje të jetë gjë e vogël para piramive të ndërtimit. E ke gabim Bodinak se po t'i marrësh nga bankat bie, behet luska, ndërsa kur i paqton, i regulon, i bën të pasër të ato, nuk para... Po ka dhe financime në bankë. Ka? Nuk parashikohet do të fluska, ylli, por... Do shta e kam gabimun në fëndjes. Por ajo që djetë është që ndërtimi në Shqipëri ka rëzuar shumicën e terrorizmit ekonomike. Ore nëjë pastra, para që pastojnë në ojde kush e shikon, po a golemnizohet kjo, them, po u bashtu s'ka nevoj me pastaj. Po kjo është pyetja. Kjo është pyetja. Do me thënë, se njeriu bën pyetjen fillestare. Për shembull, ti po të shofësh lungomaren e Vlorës, për mua unë kam thënë është një nga gjërat e mira që ka bërë Edi Rama gjatë qeverisjes tij. Dhe Edi Rama e di që aty ka lënë një gjurmë të mirë. Pse po të detyrohet dhe në Vlorë të ngrej kulla dhe gradaçela? Pse po shkon dhe një marë, pra një njeri që nuk i thua që është alldup s'ka shije estetike, nuk mund të akuzosh Edi Ramën që ore je kriminal në mendësi dhe do kur ti kësh ta lësh shkatruar këtë vot. Atëherë pse bën kullën një marë? Ka një problem. Për t'i dhënë përgjigje kësaj mendoj unë, duhet shpjeguar si mbahet në këmbë sistemi Edi Ramës. Edi Rama ka zgjedhur ta zhvillojë Shqipërinë pa ekonomi prodhuese, pa investime tuaja të mëdha. E vetmja gjë që mban sistemin në këmbë, që sjell ato që thot Ola aparate zeza në Shqipëri, janë ndërtimi i kullave. Në Tiranë është prag kolapsi. Në Tiranë çmimet, pavarësisht se këta po i mbajnë me pompë, po bien apartamente bosh sa duash, dhe prandaj masakra që u bë Tiranës, po tentohet të transferohet nga Vlora në Himar e më poshtë për të mbajtur në këmbë të njëjtën ekonomi. Kështu që Edi Ramës po i ra kjo, pra po i ra fluksi ndërtimit, i bie dhe komplet shtylla që mban këmbë. Dhe prandaj po e shofësh ti, ai del bën që parat e shqiptarëve si Saliu dikur janë të pastra, këtu nuk pastrohen para, po vinë këta nga Dubai, nga që Dubai është në krizë, po dyndel... Si doktori atëre që edhe parat e sudës e këtojnë nxirë dhe fare të pastërta. Kështu që në këtë kuptim, Edi Rama duke shkatruar me kulla nga Riviera e Vlorës deri ke Himarës, e ka kushtin e detyrueshëm për të mbajtur në këmbë regjimin e tij, përsa kohë dhe SPAK-u ja lejon një gjë të tillë. Sepse SPAK-u nuk hyn këtu, harrohet.